Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Nicolas Maduron si një narko-terrorist. Njëjtë si Manuel Noriega, president diktator i Panamas, i cili fillimisht ishte mik i CIA-s dhe më pas përfundoi në burg për trafik droge dhe pastrim parash, por Venezuela nuk është Panamaja. Një invazion toksor si operacioni Causa Justa i vitit 89 është i pamundur. Aso kohë mjaftuan 30.000 ushtarë, ndërsa në Venezuelë do duheshin 10 herë më shumë. Analistët thonë se strategjia e Trump synon presion të madh dhe ndoshta së shpejti edhe lëshim raketash që mund ta detyrojnë Maduron të dorëzohet vetë dhe të largohet drejt një shteti miqësor si Rusia, Kina, Kuba apo ndonjë vend afrikan për të shmangur fatin e Noriegës. Maduro është tashmë i akuzuar nga prokurorët amerikanë si kreu i një narkoshteti edhe pse shumica e drogës që mbërrin në rrugët amerikane vjen nga Oqeani Pejësor, jo nga Karajibet. Për kryetarin e Venezuelës ka një shpërblim prej 50 milion dollarësh, më e larta ndonjëherë nga SBA-t. Mendohet se në mënyrë jo zyrtare Washingtoni i ka hapur rrugët për të shpërngulur nga Venezuela pasi trupat speciale amerikane nuk mund ta nxjerrin me forcë nga pallati presidencial. Aleatët që mbajnë në pushtet. Maduro ka rezistuar deri tani mbështetur në rezervat e mëdha të naftës, më të mëdha në botë, që e bëjnë Venezuelën objekt të lakmueshëm. Ai kërkon mbështetje nga aleatët që e mbajnë në pushtet, Rusia me armë, Kina me kredi, Irani me karburant, për të rezistuar ndaj sulmit të mundshëm amerikan që rrezikon të shkaktojë një përplasje më të gjerë, rreziqet e një invazioni. Maduro nuk është i vetëm në pushtet, udhëheqësit e forcave të armatosura kanë fituar pushtet dhe para në hijen e tij dhe do të rezistojnë deri në fund. Një invazion do të ishte kaotik dhe të jetë i zgjatur, shkruan Atlas Report. Edhe nëse Maduro largohet ose eliminohet, në Caracas mbetet Diosdado Cabello, ministri i brendshëm dhe i paqes, që cilësohet si një ndër bosot më të fuqishëm të drogës në Venezuelë. Opsioni më i mundshëm mbetet me raketa të drejtuara ndaj infrastrukturës dhe ndoshta ndonjë pallati të pushtetit, por nuk është ende e sigurt që Maduro do të largohet. Një opsion tjetër mund të jenë zgjedhje presidenciale pa manipulime dhe një amnisti siç ka ndodhur me diktaturat e tjera latine gjatë luftës së ftohtë.